Merrni një lugë uthullmolli dhe përdorni në këtë mënyrë. Nuk do të vuani kurrë nga këto 8 probleme. Vetitë e mira të uthullës së mollës i duan të gjithë, por pak i dinë edhe përdorimet dhe të mirat që ajo ofron. Dëgjoni me vëmendje 10 të mira që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës në përditshmërinë tuaj. Uthulla e mollës mund të lehtësojë ndjeshëm dhimbjet tuaja të fytit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo ka efekte të mira antibakteriale të cilat krijojnë një mjedis acid. Thjesht tresni një lugë uthullmolle në një gotë me ujë dhe konsumoni atë përpara se të shkoni për të fjetur. Konsumojeni atë në mënyrë të tillë dhe do të keni lehtësime të duhura kundër këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës është një alternativë shumë e mirë edhe për të larguar erën e keqe të gojës, sidomos në mëngjes. Uthulla e mollës do të vrasë bakteriet acide, të cilat shkaktojnë erë të keqe të gojës, dhe përdorimi i saj në këto mënyra mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Uthulla e mollës do të rivendos acidin në stomak duke përzierë një lugë uthullmolle me ujë dhe duke e konsumuar këtë tretësirë një orë përpara gjumit. Do të merrni përfitime të duhura në lehtësimin tuaj. Ajo parandalon dispepsinë dhe mund të lehtësojë komplikacionet e saj. Mjafton të tresni një lugë uthullmolle në një gotë me ujë të kombinuar me një lugë mjalt dhe kështu e konsumoni atë gjysmore përpara se të shkoni në shtrat. Do ju ndihmojë ndjeshëm në lehtësimin e problemeve të dispepsisë. Uthulla e mollës është një lehtësuese shumë e mirë edhe kundër lohatjeve të sheqerit që zakonisht mund të ndodhin gjatë natës. Uthulla e mollës mund të rrisë ndjeshëm gjithashtu nivelin e insulinës dhe të ulë nivelin e sheqerit. Për sa kohë ajo kombinohet në mënyrën e duhur dhe konsumohet me kujdes, përgatituni të merrni përfitimet e saj të dobishme. Uthulla e mollës është një lehtësuese shumë e mirë e dhimbjeve tuaja të barkut. Hidhni një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe konsumoni atë. Kështu do të keni lehtësimet më të mira kundër dhimbjeve të barkut dhe krijimit të problemeve të tilla. Lemza do të largohet dhe shija e hidhur e gojës do të ndalojë me përdorimin e gargarave me uthullmolle. Kështu do të keni lehtësimin e duhur dhe do të parandaloni edhe krijimin e komplikacioneve të njëpasnjërshme. Nëse dëshironi të zgjidhni problemin me alergjinë, përzieni një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë dhe konsumoni atë pak përpara se të shkoni në shtrat. Nëse ndjeheni të uritur përpara gjumit, thjesht përzieni një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë dhe konsumoni atë. Kështu do të merrni përfitimet e duhura dhe do të parandaloni komplikacionet. Uthulla e mollës është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Dhe gjithashtu ajo mund të ndihmojë në reduktimin e yndyrnave të tepërta në trup. Ndiqni gjithçka që keni ngrënë një ditë më parë me përdorimin e uthullës së mollës. Mjafton ta tresni atë në një gotë me ujë dhe kështu përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të mira. Uthulla e mollës është një produkt natyral me shumë përfitime dhe mund të ndikojë edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Ajo është e prodhuar nga uthulla e grimcuar e fermentuar dhe sheqeri dhe majaja e saj. Është një përbërës kryesor që mund të përgatiten turshit, salca të ndryshme, gjithashtu edhe shumë pjata të tjera. Mirë po, uthulla e mollës mund të kthehet në një aleate të vërtet të organizmit në parandalimin e problemeve të urthit, gjithashtu edhe për të luftuar mikrobet e mundshme. Sipas studimeve të fundit, uthulla e mollës mund të ndihmojë ndjeshëm në uljen e niveleve të sheqerit në trup dhe të promovojë humbjen e kilogramëve të tepër dhe të rrisë gjithashtu aftësinë e organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i uthullës së mollës. Uthulla është e pasur me element ushqyes të rëndësishëm. Përbërësi kryesor të uthulla e mollës është acidi acetik, që i jep asaj aromën e fuqishme. Studimet nxjerrin në pas se ky acid mund të japë gjithashtu një ndihmë shumë të mirë ushqyese në dobit të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
duke ofruar një përmbajtje më të mirë të niveleve të pH-it dhe reduktimin e acideve të tepërta. Uthulla e mollës do të vrasë edhe bakteriet e dëmshme. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në largimin e patogjenëve të disa llojeve të bakterieve, gjithashtu edhe vepron si një ruajtëse shumë e mirë e ushqimeve, pasi studimet tregojnë se ajo ndalon baktere si Escherichia coli të rriten dhe të prishin ushqimin. Uthulla e mollës është një nxitse shumë e mirë e humbjes së kilogramëve të tepërt në trupin tuaj. Ullumtimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht të çojë në një peshë më të mirë dhe dëshirën për të ngrënë më pak. Sipas një rishikimi, ata që morën uthull molle me një vakë që përfshinte ushqime të ngurta, raportuan se ndjeheshin më pak të urritur 120 minuta pas ngrënies. Për më tepër, ato gjithashtu ndaluan së ngrënje ushqime që treten deri te njerëzit, të cilët kanë edhe më shumë komplikacione të tilla. Ekspertët thonë se shtimi i uthullës së mollës në rutinën tuaj ditore do të përkthehet në një element mjaft të mirë ushqyes në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë, uthullën e mollës e përdorni si duhet dhe brenda standardeve, përgatituni që të merrni ndikimet e saj pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Uthulla e mollës është e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës, të cilat mund të reduktohen duke konsumuar një lugë uthull molle të tretur në një gotë me ujë. Kështu përfitimet e saj do të jenë gjithashtu më mbreslënse dhe do të lehtësoni komplikacionet e organizmit. Uthulla e mollës mund të përmirësojë dukshëm shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës mund të përdoret si një trajtim tipik për problemet të lëkurës siç janë ekzemat e lëkurës e të tjera. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra. Megjithatë, ajo mund të jetë pak acide për njerëzit të cilët kanë edhe ekzema. Aplikimi i uthullës së mollës të holluar mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrave të pH-it të lëkurës dhe në forcën e barierës së saj. Për më tepër, aftësia e saj mund të veprojë si një lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët citojnë se përdorimi i uthullës së mollës brenda standardeve të duhura do të kthehet në një aleat të mirë të organizmit dhe të neutralizojë gjithashtu problemin e radikaleve të lira. Shija dhe elementët e uthullës së mollës mund të përbëjnë gjithashtu një faktor të rëndësishëm përse ju duhet ta përfshini këtë produkt në dietën tuaj. Uthulla e mollës mund të kombinohet në mënyra të ndryshme dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu edhe mbreslënse. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë gjithashtu edhe djegësira në zonën e fytit. Për pasojë, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në një filxhan me ujë dhe më pas nuk duhet të konsumoni më shumë se 1 deri në 2 lugë çaj uthull molle të tretur në ujë çdo ditë. Kështu përfitimet e saj do të jenë më të mira dhe nuk do të keni efekte të radikaleve të lira dhe efekte të dëmshme. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht atyre të lëkurës dhe të flokut. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mbrëmje dhe gjithashtu do të keni një element mjaft të mirë ushqyes për ju. Uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe në betejën kundër infeksioneve të ndryshme, sidomos atyre fungale të cilat mund të prekin thonjtë e këmbës ose të dorës, ose të krijojnë gjithashtu myk midis gishtave tuaj të këmbës. Uthulla e mollës është një zgjedhje mjaft e mirë edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Për sa kohë ajo përdoret në kujdesin e duhur dhe në mënyrë standarde, përgatituni të merrni përfitimet e saj të shëndetshme. Ekspertët shtojnë se uthulla e mollës është një alternativë e çmuar që mund të ndihmojë shumë edhe në aspektet tuaja shëndetësore. Ndaj përdoreni me kujdes, asnjëherë me tepri dhe mbi të gjitha gjithmonë të tretur në ujë, në mënyrë që të evitoni ndikime negative dhe të krijoni komplikacione në dëm të shëndetit tuaj, citon studimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.